Redi Mloja është pjesë e stafit mjekësor të ekipit të Vllaznisë në futboll për vajza, ja vetëm për U17-ën, që u shpall kampion në këto momente, por edhe për ekipin e parë. Redi, jemi mësuar të marrim pjesëmarrët e stafit teknik, trajnerët, futbollistët, por një pjesë të rëndësishme kanë edhe pjesëmarrët e stafit mjekësor, dhe ju jeni tipiku që e keni shoqëruar skuadrën në të gjitha ndeshjet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kontributi juaj ka qenë në suksesin e arritur, urime. Faleminderit shumë Gacë, në fakt është një privilegj i madh për mua që kam të mujtën me punu me këtë grup vajzash, si në arenën kombëtare dhe mërkombëtare, dhe jam shumë i lumtur që mundem me dhënë atë kontributin tim dhe me bë më të mirën ashtu siç bajnë edhe vajzat në fushë dhe unë në fushën time, me arrit me dhënë më të mirën. Ju në fakt moja kontriboni edhe me skuadrat e tjera, por futbolli i vajzave, ekipi i parë dhe ekipet e moshave janë më tepër në profilin tuaj, i mbuloni prej së afërmi. Bashkëpunim disa vjeçar mes jush, që duket ka qenë i mirëfill. Është këtë bashkëpunim me ka fillu në fillim baba jem, edhe unë fakt si fëmijë i vogël jam rrit të pa këto vajza të luajt futboll. Edhe tesh është një nerë për mu që arri me kenë një përfaqësues i stafit mjekësor ty në vajza në tanë Shqipninë dhe me arrit këto suksese me ta. Por pavarësisht nuk mundem me lanë anash edhe ekipet e tjera që janë shumë, por që nuk po i përmendim se janë shumë, por edhe Vllaznia futsalli që arriti me marrë titullin kampion që nuk isha i mujton për me shku të ndeshja atyne, i thëmë këto publikisht urime, edhe shpresojmë që t'jem aty për titullin e radhës. E ceket mjaft mirë, unë doja t'ju përmend një me pas lidhur me babajnë tuaj, të mirënjohrin Arben Mloja, një ish kampion dhe rekordmen i atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, që është i pari në familjen Mloja që e ka filluar këtë profil dhe është në mjeket sportiv, fizioterapiste me të vërtetë me shumë vlera, dhe ja ka trashëguar 2 djemve ju dhe vllai tjetër që quhet Albi. Dhe Albi, pra. Redi dhe Albi janë 2 pasuesit e traditës së Arben Mlojës, që të 3 me të njëjtin profesion. Nuk ka kur shumë më bukur. Është një shembull, domethënë është një shembull shumë i mirë për Monjek, pavarësisht se nuk arrit me njek shembullin e tij në sport, ju përkushtu me shkollës edhe arrim paktën sa do pak me një shembullin e tij në punën e fizioterapisë. Shpresojmë që të arrim paktën gjithmonë e tham u bashim sa gjysa jote, kështu që shpresojmë t'jena sa gjysa e tij, domethënë. Duke përfunduar diçka konkretisht për ndeshjen e sot, për ndeshjen finale, Vllaznia këtu në studio U17, një ndeshje e tensionuar. Redi që pati edhe shumë dëmtime, ju desh shpeshherë të jeni prezent në fushë për rikuperime. Si a dolet? Me thonë që është e vështirë, nuk mund të them shumë sepse ne jena mësu me dëmtime, por gjaja kryesore është domethënë që vajzat tana mbyllen me shëndet plot, e mbyllen me titullin kampion, edhe çdo problematik tjetër që mund të shfaqen ditën vijim për ndeshjes do të jena aty për me asistu, kështu që më bëhet shumë qefi që vajzat dolen kampion, edhe ne morëm edhe një medalje më shumë, po edhe për me tregu që Vllaznia nuk ka vetëm futbollin e rritur të vajzave, por edhe moshat, domethënë ka perspektivë. Urime dhe përgëzime për kontributin tuaj si mjek sportiv tek Vllaznia e futbollit vajzave dhe suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit.